Partame nuk është e qartë, nuk ka transparencë se si menaxhohen dhe trajtohen njerëzit e prekur nga tërmeti. 6 vite pas tërmetit shkatërues të 26 nëntorit 2019, 10 familje në kombinat vijojnë ende të presin për një stresh të sigurt. Para shkollës Lazgush Poradeci, qytetarët e lodhur nga pritja u mblodhën përsëri për shortin e radhës të programit të rindërtimit. Me duar që mbajnë aplikimet dhe sy të ulur tek zyrtari që lexon emrat, ata qëndrojnë mes shpresës dhe frikës, teksa vetëm 80 banor do të përfitojnë këtë herë. Megjithse qeveria deklaror se mbi 90% e projekteve të rindërtimit janë përfunduar dhe se janë shpenzuar mbi 130 miliard lek, qindra familje mbeten ende pa shtëpi. Ekspertët denoncojnë zvarritjet, mungesën e transparencës dhe abuzimet që kanë shoqëruar procesin. Urbanistja Doriana Musaj thekson se vendimarrja e nxituar dhe planet e pastudiuara sollën akte dhe projekte që sot rezultojnë fiktive. Ajo shton se në zona si kombinati e 5 Maj, rindërtimi u përdor për të shembur ndërtesa pa lidhje direkte me dëmet e tërmetit. Në kombinat, nga 67 pallate të shpallura të pabanueshme, vetëm 35 u shembën. Në pjesën tjetër, banorët fituan gjyqin, por sot përballen në mungesë shërbimesh, probleme infrastrukturore dhe zona të lëna të braktisura. Një pjesë ndërtesave të reja janë ende të pakollauduara me ujë, energji dhe kanalizime të pasgjidhura. Situata përsëritet edhe në zonat e tjera të prekura, si Vora, Marqineti, Durrësi e Fushkruja, ku qindra familje vazhdojnë të jetojnë me qira ose në ambiente të pasigurta. Eksperti Zef Preçi kritikon mënyrën e përdorimit të fondeve publike dhe cilësinë e ulët të shumë ndërtimeve, që shpesh ngjajnë me geto. Pavarësisht miliarda lekëve të investuara, institucionet ende nuk paraqesin një bilans të qartë për rindërtimin, ndërsa shumë familje vijojnë të mbeten në pasiguri dhe pritje.